Në një shenjë të vazhdimit të tensioneve SBA, Kanada, kryeministri Mark Carney mohoi të martën se kishte tërhequr komentet që kishin irrituar presidentin Donald Trump dhe tha se pothuajse asgjë nuk ishte normale në Shtetet e Bashkuara. Carney, duke ju referuar politikës tregtare të Shteteve të Bashkuara, mbajti javën e kaluar një fjalim në Davos, në të cilin u bëri thirrje vendeve të pranojnë fundin e rendit global të bazuar në rregulla, të cilin Washingtoni e kishte mbështetur dikur. Carney, duke përmendur tarifat amerikane mbi importet kryesore kanadeze, po shtyn për diversifikimin e tregtisë larg Shteteve të Bashkuara, të cilat marrin rreth 70% të gjitha eksporteve kanadeze, sipas marrëveshjes së tregtisë së lirë SBA-Meksik-Kanada. Bota ka ndryshuar, Washingtoni ka ndryshuar. Pothuajse asgjë nuk është normale tani në Shtetet e Bashkuara. Kjo është e vërteta, i tha Carney dhomës së komunëve, dhomës së zgjedhur të parlamentit, kur u pyet për të ardhmen e bisedimeve tregtare me Washingtonin. Trump reagoi me pakënaqësi ndaj fjalimit të Carneyt në Davos, duke thënë se Kanadaja ekzistonte vetëm fal Shteteve të Bashkuara dhe më vonë tha se do të vendoste një tarif 100% mbi importet nga Kanadaja nëse Ottawa do të lidhte një marrëveshje tregtare me Kinën. Pasi Trump dhe Carney folën të hënën, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent tha se udhëheqësi kanadez po përpiqej në mënyrë shumë agresive nga disa prej komenteve. Për të qenë absolutisht i qartë në këtë, ja thash presidentit, unë e mendoj atë që thash në Davos, u tha Carney gazetarëve. Carney tha se i kishte thënë Trumpit që Kanadaja po i përgjigjej tarifave duke ndërtuar partneritete jashtë vendit e duke ndërtuar brenda vendit, dhe se jemi të përgatitur të përgjigjemi pozitivisht duke ndërtuar ato marrëdhënie të re përmes marrëveshjeve të tjera. Ai e kuptoi këtë. Carney tha dhomës një rishikim formal i paktit i planifikuar për këtë vit do të fillonte brenda disa javësh. Ai nuk dha më shumë detaje. Më herët këtë muaj Trump tha se Shtetet e Bashkuara nuk kishin nevojë për një marrëveshje të tillë me Meksikën dhe Kanadan, duke quajtur ato të parëndësishme.